Përshëndetje, kemi këtu me parashikimin e datës 3, data 3 shkurt të 2026. Një ditë me ndikime dhe mundësi që mund na jepen në fusha të ndryshme, por ajo që mund të veçojmë ka të bëjë shumë në lidhje me një çështje pune të vjetër ku gjërat do jenë pak a shumë ndryshe nga ç'e mendojmë. Nëse kemi mundësi të mbyllim një problem që ka ndodhur para disa kohëve, dhe kjo do të thotë në çështjet që kanë bëjnë me punën aktuale, ka të bëjë me disa pagesa, gjys pagesash, lek pamara ose të raste të tilla, do ishte shumë mirë që të shikojmë çfarë do të bëjmë. Sepse ditët që vijnë, koha që po vjen, e kemi thënë mos ekspozimi, problematika në lidhje me çfarë që kanë bëjnë. Trokasim, në lidhje me skandalet e me gjëra të kësaj natyre që i dëgjoni vetë për ditë dhe ka për ndodhur akoma më tepër, sepse është një muaj që zbulon shumë gjëra. E kam thënë që është muaj i shkurtër, por ka shumë çështje të gjata që duhen të mbyllen. Për sa i përket njerëzve që kanë probleme të kësaj natyre, duket se na jepet një mundësi sepse planetet na diktojnë dhe neve duhet të veprojmë në kohën e duhur, në momentin e duhur. Pikërisht dita e sotme është ditë ndikimi, është ditë reflektimi. Prandaj duhet të reflektojmë, që të shikojmë çfarë do të bëjmë në vazhdimsi. Por kush janë tre shenjat që ndikojnë kaq shumë? Kemi shenjat e ajrit. Shenjat e ajrit që janë binjakët, peshorët dhe ujorët. Duhet të jenë shumë të vëmendshëm, të kujdesshëm në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me të kaluarën, sepse disa gjëra nuk janë ashtu siç duhet, por kërkohet pak më tepër durim dhe kujdes. Kurse në anën tjetër kemi të bëjmë shumë edhe me çështjet që kanë bëjnë me punën aktuale, lëvizjet që do të ndodhin e kështu me radhë. Por gjithsesi, para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, të rëndësishme nga njëra anë, por të vëmendshme në anën tjetër, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roskon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi diçka të dëshironi ose çdo lloj pakete që Astrologo.al ofron. Për sa i përket pastaj ndikimet dhe çështjet që ne flasim bashkë, duke bler paketën numër për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe kërkoni që të dërgoni një mesazh tek pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjën me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të kësaj shenje, meqense ka të bëjë shumë në lidhje me disa ndikime në lidhje me punën, edhe pse jeni në prag të një ndryshimi pune të rëndësishme në fushën e karrierës suaj, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ato çka doni të bëni dhe momentet e duhura në kohën e duhur. Gjithashtu ka të bëjë me mundësitë që do t'ju jepen në fushën e karrierës. Gjithashtu në lidhje me dashurinë, duket se dash dhe ujor kanë një mundësi dhe një pozicion shumë të mirë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni në anën tuaj. Kurse me peshorët e diçit të tretë ka diçka në bashkim familjar që është momenti juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, duket se jo se ka një problem për të shqetësuar, por diçka që është mjaft pozitive dhe ndikimet që kanë të bëjnë dhe momentet që do të keni në fushën e karrierës. Në fushën e karrierës nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsye të çështjeve ekonomike financiare, për vendime që do të merrni dhe kohën e duhur, sepse lidhet me punën, lidhet me ndryshime të mëdha që vijnë drejt juve, sepse demi gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh dhe në kohën e duhur përsa përket mundësive, përsa përket çështjeve të rëndësishme financiare dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit është perfektja, por edhe një ndikim shumë të mirë të çështjes komunikimit që bie në anën tuaj, për sa i përket momentit dhe kohës së përshtatshme, duket se një udhëtim apo nga një njohje ktheli dhe serioze dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të vazhduar më tej. Vazhdimësia dhe korrektësia bën që në fushën e punës suaj, në karrierë sidomos, është një kohë mjaft e përshtatshme dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, duket se për binjakët ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve. Binjakët shenja ajri, a ju që keni pasur probleme, keni qenë në vende kyçe dhe nuk i keni mbyllur akoma çështjet problematike
ose disa gjëra që juve i dini shumë mirë, do ishte mirë të bëni një takim, sepse varet pastaj kur ka ndodhur fenomeni, por gjithsesi koha tregon që juve e keni një mundësi plus për ta mbyllur një herë mirë problematikën e ndryshme që mund keni edhe çështje të tjera që do veproni. Ana tjetër, mundësi që vinë në fushën tuaj në lidhje me biznesin ose një blerje që mund të bëni, është koha dhe momenti i duhur për sa përket stabilizimeve dhe për sa përket korrektësisë suaj në fusha të ndryshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë është perfektja dhe është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft ideal sepse do të zgjidhen çështje problematike, do të zgjidhen gjërat e pazgjidhura më përpara dhe është koha, është mundësia, është momenti i duhur për gjëra të mëdha që do të keni tani e tutje. Lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë me dashurinë e diçit parë, me ujorët e diçit tretë është perfektja dhe mundësit janë mjaft të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa përket gaforeve duket se kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për të marrë vendime të rëndësishme në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe kohën e duhur për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që vijnë, është një kohë shumë e mirë dhe sepse përcaktohet, përcaktimi që ka të bëjë mundësitë që jepen në anën tuaj është një kohë shumë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime mjaft të rëndësishme, sepse i jep një rëndësi kohës, i jep një rëndësi vendimit që mund të merrni në anën tuaj, por gjithashtu edhe periudha të tjera që do të keni në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë rreth punës suaj, por roli drejtues. Juve të shenjës së gafores e keni një mundësi të tillë dhe mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj, duke pasur parasysh një problematikë e vogël që ka ndodhur para disa kohëve në punën tuaj, diçka me paran ka ndodhur, sepse ju është taksur që do vini të punoni tek firma, që firma koston puna rroga është 5 lekë dhe juve do merrni 5.5, kështu që rritje, por kjo nuk ka ndodhur dhe juve mendoni që të lëvizni. Lidiçi i tretë do të ketë kujdes, mos bëj lëvizje të gabuara, se nuk është në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanën, në fakt luanët të duket se vazhdimësia dhe çështjet ekonomike financiare luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj. Megjithatë, edhe pse me disa problematika të vogla, edhe pse keni pasur çështje të pasgjidhura për një arsye apo për tjetrën, por dhe gjërat e tjera kanë ndodhur dhe ndikojnë në fushën e planeteve, por meqense Luani ka pasur një ndikim shumë të mirë tani kohët e fundit, por do të bëj pa kujdes në disa takime të rëndësisë së veçantë. Mundësitë janë të mëdha dhe koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit të parë dhe peshore ka indikim shumë të mirë sepse mundësitë janë mjaft pozitive në fushën e karrierës dhe të punës. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura duket se sado që gjërat janë në fakt në mundësi, në korrektësinë tuaj, në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse me financat bëhet diçka shumë e mirë për sa i përket veprimeve dhe vendimeve që do të merrni tani tutje, do të thotë rritjen e detyrë, do të thotë stabilizim ekonomik, do të thotë mundësi nga tani tutje. Edhe pse jeni pak në vështirësi për anën ekonomike, por këto janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Momenti tjetër ka të bëjë shumë dhe me disa gjëra që vërtet është për të lavdëruar për sa përket anës ekonomike, për sa përket punës suaj dhe disa ndryshime të tjera që vijnë në anën ekonomike financiare në lidhje me biznesin dhe gjërave të ekonomike financiare që kanë të bëjnë me një udhëtim jashtë Shqipëria, ku do të keni ndihmesa dhe çështjat e punës suaj që janë në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë është perfektja dhe është një mundësi, është një moment i artë tani e tutje, sepse duke zgjidhur çështje problematike, duke zgjidhur gjërat që kanë të bëjnë, është dhe periudha mjaft e mirë, sepse stabilizimi dhe çështjet konkrete që kanë të bëjnë ne juve është dhe do të jetë ndikimi, favorizimi, mundësitë që janë tani e tutje dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me një bashkim familjar, duket se është me peshkët dhe diçit parë, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me gaforet dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Meqense për peshorët duket se kjo periudhë është një periudhë që juve ju sinjalizon për disa çështje
të mëdha financiare për disa çështje që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, me biznesin dhe me karrierën. Në lidhje me karrierën është dhe momenti i duhur për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani atutje. Kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë shumë stabilizuese sepse janë gjërat konkrete që lidhen tek juve dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare dhe disa gjëra të tjera që do të shikoni dhe vet ku kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha dhe vendime që mund të merren, sepse vendimet merren në kohën e duhur, disa momente janë shumë të mira për stabilizimin, për vendime të ndryshme që do të keni, momentet e arta që janë, dhe kështu që i keni të gjitha mundësitë për sa i përket çështjeve të madhore, për sa i përket mundësive të arta që do të keni tani tutje, dhe kështu që kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforët e dhjetë të parë, me ujorët e dhjetë të tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e akripit. Për akrepët në fakt tani për tani duket se jo se ka probleme, por janë disa ndikime shumë të mëdha për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket gjërave që do të ndikojnë tani atutje, dhe ky ndikim është ndikim pozitiv dhe jo problematik. Meqense akripët kanë qenë dhe janë dhe mbeten shenja zodiakale më me ndikim në fushën e punës, më me ndikim në gjëra të mëdha, dhe është koha e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luanët e dhjetë të parë, ujorët e dhjetë të tretë është perfekt. Ja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët të duket se tani atutje koha ka treguar dhe tregon që jeni me fat në shumë gjëra dhe në drejtime të ndryshme që do të keni tani atutje, ku disa çështje ekonomike financiare marrin një drejtim tjetër, një mundësi të artë në lidhje me biznesin, në lidhje me anën ekonomike, sepse në çështjet anën ekonomike keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur, për të bërë çështjet që vë keni lënë pas dore, po dhe një nga momentet më të mira që keni tani është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me virgjëresh dhe me peshk duket se janë perfekte, por një mundësi shumë e mirë është tani atutje për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet ekonomike. Megjithatë, dashuria duket se me virgjëresh dhe me peshk të dhjetë të tretë është kohë ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për sa përket bricjapëve duket se tani në këtë periudhë duket se është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë ku çështjet vendimmarrëse, më merrni vendime shumë të rëndësishme në punën tuaj, shumë të rëndësishme në atë çka doni të bëni, por dhe favorizuese, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat, juve i keni mundësitë për çdo gjë që dëshironi dhe doni, ku duket se mundësitë dhe koha e duhur mbi çështjet ekonomike financiare, mbi disa gjëra që ngadonjëherë mund të jetë edhe momenti i duhur për ekonominë, për stabilizimin, për vendimin që mund të merrni dhe periudhën që ndodhin fenomenet, është momenti juaj dhe koha mjaft ideale për zhvillime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetë të parë, me dashët e dhjetë të tretë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku do t'i zgjidhni gjërat një nga një, për sa përket nëse keni një punë, ose keni një çështje dashurie të lënë pezo, vjen momenti dhe koha e duhur për sa përket zgjidhjes dhe çështjeve të tjera financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshorët e dhjetë të parë, me binjak, ku keni një lidhje fantastike dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm tani atutje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët nisin dhe bëtisin një çështje pune të lënë mbas dore, ku gjërat janë mjaft pozitive tani atutje. Tani atutje keni mundësinë për zgjidhur anën ekonomike financiare, për zgjidhur problemet që keni pasur në të shkuarën dhe e tashmja, është ndikimi më i mirë, por juve përgatiteni për të ardhmen, sepse duke pasur parasysh ujorët janë mjaft të ndikuar në fushën e karrierës së tyre, por jo do të thotë se një problem, por është diçka që është mjaft pozitive. Në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me luan dhe akrep të dhjetë të parë, por juve të shehni se ujorët do bëni pa kujdes sot paradite, sepse disa çështje problematike që ndikohen shenjat e ajrit më tepër në lidhje me skandalet ose me gjëra të kësaj natyre, mundoni që gjeni një mënyrë, thamun që ta mbyllni siç juve dini mirë. Vazhdimësia duket korrekte. Në çështjet e punës, ndikimet janë favorite dhe jo problematike, kurse dashuri me akrep është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve.
Për sa përket peshqeve, peshqit duket se kanë disa mundësi tani, disa mundësi mjaft mira për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e punës së tyre dhe në karrierë. Në fushën e punës duket se do të kenë një punë plus në lidhje me këtë drejtim, sepse është koha juaj, momenti juaj më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shqytetarët e 10-ishit parë, megaforët e 10-ishit që është perfektja, por një vëmendje do të keni me virgjëresht të 10-ishit të dytë, sepse është koha që në nga njëra anë mund të ndikojeni, por dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë për juve të kësaj shenje. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 3 shkurt 2026. Para se ndajmë bashkë, më nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet detajuara, astrologu.al, faqja roz shkon atje, duke blerë paketën tuaj dhe numrin për kartës së blerjes, atëherë jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit, por duke klikuar tek sekretaria për të bërë abonimin dhe më pas jeni gati për gjithçka. Për juve që doni në pyetje përgjigje të dërgoni mesazhin, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për dërguar mesazhin. Unë Rrupulla, ju uroj një ditë të mbar. Gjithë mirat.